Ecim tutje me spektaklin ton pa humbur kohë. Rahim Struja është mësu çdo javë që të vi edhe të na predikoj diçka nga metafora, nga alegoria, nga ajo se çfarë duhet bëjmë, si t'ja bëjmë, dhe kemi përgatitur diçka të veçantë. Ai mendon se do të vi me humorin e tij, por ne e ftojmë në skenë zonja e zotëri për ju, për ne, për të gjithë në një quiz. Rahim Struja. Gjëjbor të fitje për ti. O, doj. A me fulla më se full? A me fulla më se full? Që shën bijat? Bijat bo veç pëtroshën. A veç pëtroshën? A një konë dje par dje me bo bajram. Jena orë me bo bajramin për haj vlodhash, apo të një nej bak lodh. Që është të vërteta për haj bajrami, sepse kur shkon emisioni ynë, edhe për haj bajrami të gjithë besimtarve, të gjithë komunitetit, të besimit islam, komunitetit musliman, gëzuar, urime, festen e bajramit, të gjithëve ku do që janë. Haj bajrami. Ka haj të të rësë. Na, vesh, letër njoftimi, jo, driver license. Jo, vynë, bo. A të vynë? Jo, këto e lo një pëtekë. Vesh ti ty një pëtekë edhe o kryë. A i ke dhonë vitrat? I kanë dhonë. A i kanë dhonë, a? Kujdes baba për këtë punë. Kam diçka të veçantë, e di që ti e pregadit, po s'po du sonte me dëgju hiq, jo që s'dua, unë duhet gjithmonë edhe duan të gjithë ta dëgjojnë humorin, atë metaforën, atë alegorin, ato predikacionet që na i sjell. Ata provojmë diçka në Bob, se koxha si intelektual na... Pojle Bob, shpreh. Ata provojmë një lloj quizi, ha? Quiz? Po. Kështu me numra, me pyetja? Me pyetje, me numra, me... A pyetjet nuk i kom barë kështu me veti, se regjia ka me na i dhonë tej. Hajde. Ata provojmë? A je i gatshëm? Sin Big Brother, a? Qysh do... ta sin Big Brother? Një moment, opa. Cila është njësia monetare e Anglisë? Njësia monetare e Anglisë, hashishi. A pëse me shato e mosin, ha? Në Angli... Qashtu tu kam ushmenja? Qashtu kam ri në Angli. Ja. Përgjigje e pasakt. Dolori. A? Dolori. Ja. Wow, një më rritë velipoja, Bob, nuk më më mojtë. Fonta, po e tim tutje. A provojmë një pyetje tjetër? Hajde. Kur u shpall pavarësia e Kosovës? Që të më kini ngushtu. E di. Hajde. Pavarësia e Kosovës u shpall me 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin Kuqezin në Kolevic. Në realitet, pavarësia Kosovës, pavarësia mirë është. Ismail Qemali dytë, i themi tash Hashim Thaqit që e shpalli pavarësinë e Kosovës me 17 shkurt 2008. Jo në Kolevic, veç në qendër të Prishtinës, në parlamentin e Kosovës. Palbo. I Bob. Tronda pyetje, po të kalëzaj. A trona pyetje, dhe? A ta provojmë një tjetër, mos po qëllon? Hane, Bob. Regjia? Kush e shkroj abetaren e parë Shqipe? Kush e shkroj abetaren e parë Shqipe? Abetaren e parë Shqipe ka shkruaj që ka fitu të nderën edhe që ka posë shtypshënjën. Përgjigje e pasakt. Po që shë Bob e pasakt, a e ka morë të nderën e ka shtyp abetaren që a e ka shkruaj, Bob? Po, sikuraj që e kish pas provu pushkën i parin. E vetari, Naum Veçil Hargji. Eron do të kjo Erona? Eron, Bob, tronda po mi qetë një. Jo trona s'po t'i qesë, po tamam se ti gjithmonë ke arë si intelektual këtu. Jo, unë jam VIP, mo, këtu jërën kjo në pytje për VIP, këtu jërën shumë tronda. A trona? Tronda janë shumë. A provojmë edhe një tjetër, regjia? Kush është kryetari i klubit të futbollit Milan? Këto e di. Kryetari i klubit të futbollit të Milanës është kryetari i Federatës Futbollit Kosovës, Agem Ademi. Përgjigje pasakt të vështirë. Në realitet që ta asune nuk e di. Po që këtë ishin e ka Federatën e ka dhe Milanën. Edhe pej që u shku Berlusconi, mos e di, nuk e përcjell kush është shefi i madh aty. Ajo kom Boba.
A baba u konaj, ja? Baba konaj ti ka presë edhe, klak. Klak. Ama edhe kjo pyetje është e rëndë për mu. Edhe pyetje shumë e rënda. Shumë e rëndë na jem. E lexova një kuriozitet që Zamir Mana është më i fortë se ai. Se kush? Se kryetari i klubit Milan. Kur të nalësh me menu, a vëdin? Në adhën vica kon shqiptori Gjermoni Italiani, që shqiptori ka fitu. Po, e din, Ariu kur ka dalë pej mali, tha, hajde ti shqiptar që po lavdohesh. Kallzoj, mirë. E, provojmë edhe një pyetje po? Po, nuk e problem, sa dush. Si që të zhargonin babë, ne ke sjell ti, regjia? Jo të rënda. Kush janë 2 shqiptarët e parë që morën pjesë në Eurovision? Këto e di. 2 shqiptarët që morën pjesë në Eurovision janë Zhutat me Çepteli. Përgjigje saktë ka. Vido po, Nuk më zëllive që mirë, ka shku deri këtu. Kjo pak ma e letë është, A, pak ma e letë. A ko alo? A ko alo? Nuk e di, regjia? Sa ngjyra i ka Ylberi? Sa ngjyra i ka Ylberi? Sa ngjyra i ka? 2 ngjyra i ka. Ylberi është bardhëzi. Bardhëzi? O, bo, veç kur bjerë shiqi duket si këllër se të mirën mend. Atë pinzetit, se Ylberi është bardhë dhe zi, si kur jeta bardhë dhe zi. Gabim, këta po anujnë për ty na jem. Këta po anujnë ka te na jem. Po, dhe po. Nuk kam regjia u buka te. Kundërfes, po ta pranojnë përgjigjen. Ne ta bojnë ty regjia një pyetje, hajtë bënja naimit një pyetje për shembull. Hajtë bënja naimit një pyetje. Hajtë ta provojmë, regjia. Çfarë ngjyre të verdhë e ka setrën Rajm Struja? Pyetja për ty. Ngjyrë të verdhë. A përse? Ti ka bujnë tina sakta, kleng. O, ti ka mojtrojnë regjia në ma. Se të në ma e kanë tallin që aty. Po, pëse çfarë ngjyre ka? Që si pyetjet leta. Po? Me po si pyetjet leta. Po? Unë shkem Big Brother me njerë këngëre, po. A po? A ku shko? E mësoj. Setra. Nuk është e verdhë. Po? Po e sarete, po. Jo! Sarete, Ku po shkon? po. I Big Brother, unë thua ta për këtë pyetje.